Më vjen mirë që më ndiqni hap pas hapi zoti Bardhi në aktivitetin tim në rrjete sociale, por po ju informoj që siç diskutuam në mbledhjen e konferencës së kryetarëve të datës 9, seanca nga data 12 në datë 16 nuk u shty për arsye të pjesëmarrjes time në samitin Ukrainë-Europa Juglindore, por u shty se shumë deputetë të tjerë kishin mungesa në aktivitetet të tjera. Ishte lehtësisht i zëvendësueshme prezenca ime këtu me dy nënkryetarët e nderuar, zotin Çuçi ose zotin Gjekmarkaj, por në bazë të nenit 7.1 rregullores, kryetari i Kuvendit ka për detyrë të kujdeset për mbajtjen e seancave plenare dhe veprimtaria të jetë e plotë dhe sigurisht të siguroj kushtet që të gjithë deputetët të jenë pjesëmarrës në seancë. Sa i takon, sigurisht unë nxora udhëzimin për këtë seancë plenare, me vështirësi t'ju them të drejtën, sepse ka vetëm një çështje në rend të ditës sot, një projekt ligj. Komisionet as ishin mbledhur apo nuk kishin quorumin për të diskutuar projekt ligje të tjera, mund të mos ishte zhvilluar as kjo seancë sot, kështu që i bëj thirrje të gjithë deputetëve të marrin pjesë në komisione dhe të jenë pjesëmarrës. Sa i takon pjesëmarrjes së Shqipërisë në Odesa, në Ukrainë, në samit organizuar nga presidenti Zelenski me pjesëmarrjen e krerëve të tjerë të shtetit të Europës Juglindore, mos keni asnjë merak se Shqipëria u përfaqësua në nivelin më të lartë dhe më të mirë të mundshëm. Zoti Bardhi